Ja dhe lakuriqin e nxora nga furra, kështu i themi ne Tirancët. Kësaj lloj tave me kungull të njohur. Të dashur ndjekës, sot do pregatis, unë i them lakuriq veror me kungull të njohur. Kam marrë rreth 4-5 copë kunguj, 1 kile e 100 gram. Kam marrë 3 kokra vezë dhe 1 panda të vogël. Me mos përdor sheqer, do përdor pandën. E bën shumë e shije, 1 kile kungull, 1 panda të vogël, jo të madhe, se më përmbajnë sheqer shumë. Po unë do t'i hu dhe 2 kokra kryp, se kungulli anon edhe nga krypa dhe nga sheqeri. Gjithmonë ne recetat e Tiranës janë dhe me sheqer dhe me kryp, edhe gjellat kur i bëjmë me kungull, i hudhim të dyja. Do t'i hudhe edhe 2 masa të këtilla me qumësht, kanoqe pandës. Do hudhi qik kryp me mojt gishtave, 1 lugë të vogël kafe, pak kanellë për t'i heq aromën e kungullit, edhe baking soda, do e llogaritësh me 1 lugë çaj. 1 lugë çaj me maj, ose 1 bustim, unë nuk e kam me bustim, e kam me shishe. E përzi mirë, 2 gota miell, e përzi baking sodën mirë me millin. Është qëru fare kungullin, sa me hypire në autobus e bleva unë. Do t'i marrë, do t'i rrah. Do t'i hudhë bojë, 2 filxhana me bojë vegetar. I përzim pak mirë, që të tretet pak. Tashi do morim do hudhi millin, pjesë. Mbedhim furrën tashi, me 200 gram. Kungullin e kam ngri me rende nga ana e ashpër e rendes. E shtrydh mirë, mos ja hudhim langun, se i kemi hedh qumshin në langut, se t'e tërson shijen. Unë e po shumë bajat langun, se me i duhet largu pak. Si fillojmë me përzit. Duhet të rrah një 3-4 minuta me lupë, si kur bëjmë petullën. Tashi do t'a zbrazim në tavë. E lymi qik tavën me t'lyn edhe me vaj, si që bëjmë kekun. Furra e ngrohtë, me zjarr mesatar. Tashi e kam gati, e kaloj në furrë, do e lejmë derisa të piqet mirë. Ja dhe lakuriqin e nxora nga furra, kështu i themi ne Tirancët. Kësaj lloj tave me kungull të njohur, është një pregatitje shumë e thjeshtë, shumë e këndshme. Do ta lejmë pak të ftillohet, se kjo është omëlsin dhe me kungull, e kungulli me zim pikset, dhe kur e pjek, ta hap pak kohë, i vë dhe 1 letër që të ftillohet avash, 1 letër pjekje, si për gjithë omëlsinat.